PS5 apo PS5 Pro, cila është zgjidhja e duhur për mua? Po normalisht që PS5. Sipas meje, PS5 Pro ka grafik më të lartë dhe shumë të tjera. Okej, prisni pak, hajde t'i krahasojmë edhe të shohim se kush është më i miri. PS5 është konsola që ndryshoi lojën. Performancë lartë në një procesor të fuqishëm dhe grafika fantastike. Lërat 4K duken magnitse, DualSense controller të fut në lojë me atë ndjesinë haptike që ndjen në çdo prekje. Ndërsa biblioteka e lërave është tashmë e stërmbushur me hite, që do të thotë se ke pafund lëra për të zgjedhur. Këtu gjende një optical drive, pra mund të luash lëra fizike dhe jo vetëm online. Praktikisht një zgjedhje shumë e mirë, sidomos për çmimin që ka. Por nëse ti je nga ata që s'bëjnë kompromis kur vjen puna tek performanca, PS5 Pro është zgjidhja e duhur. Ka një GPU shumë më të fuqishme që e bën çdo lojë të duket edhe më mirë. Ke dëgjuar për PlayStation Spectral Super Resolution? Kjo teknologji përdor AI për të përmirësuar cilësinë e imazhit dhe për të ruajtur një frame rate të lartë, duke ofruar një përvojë më të mpret 4K, madje krijuar gati edhe për 8K. PS5 Pro mbështet gjithashtu edhe Wi-Fi 7, që është më e shpejtë dhe e sigurt për përdorësit që kërkojnë performancë të shkëlqyer rrjetit. Pra, çuna, me sa kuptova, nëse je një gamer që do një PlayStation të fuqishëm, por me çmim të arsyeshëm, PS5 është për ty. Nëse kërkon gjithmonë më shumë dhe do të ndjesh vërtet dallimin, PS5 Pro është zgjidhja që bën sens. Por, cila do qoftë zgjidhja juaj, në Neptun i gjeni të dyja versionet.